Të ndahesh nga lokomotiva, për ne trenistët është një nga gjërat më të dhimbshme. Se për ne lokomotiva është si një shtëpi e dytë, si një shtëpi e vjetër ku të gjitha kujtimet të lidhen me të. Kjo është dita e fundit e udhëtimit tim. Do dal në pension. Mërë vlla, edhe gëzohesh, edhe trishtohesh. Të rjeta fillon e lëvizje të rtullohet parasysh. Shokët, njerëzit, miqt, ndihmësit, era, shiu e borë. Vitet e parë dhe ato blokadës çdo gjë. Dhe ti gjithmonë pyet veten. Sa i kam shërbyer popullit, partisë. Partia në dha shumë, po ne qila masaj. Kemi qenë të varfër, në mes të udhës, pa tokë, pa gjë. Ja ti tutje në shiakre. U bëra korrocier që më duhej. Kur u shtrua në shinën, u dëgjua treni parë. Baba i gëzoi unë, ma pitëshë. Gjitha ju pinash frynte e turë për para si i përbindësh, tunde i dheu. Kjo ure vogël më kujton gjithë njerin një time. Shkova punetar në Kurud, punonim ja këtu. Si ka nesër korat 33 vjetë mbi shina, gjithë një duke udhëtuar. Nga karrocier punetar, nga punetar, ndihmës makinist. Atëherë ishin lokomotivet me halu. 21 vjetë punova me të. Ishin të vjetra, nxitnin tym, vetëm më dhamet më zbardhën. Ju them qunave, ju s'keni parë si ajo lodhe e fokisit, që myrin e hidhin me kara. Vetëm nga Durrësi në Elbasan, hidhin në furrë 7 ton, na dilin duarë. Dhe rrinim 24 orë në këmbë, ndërsa tani je ulur se dilje. Ata që vinë nga dhizë gjumi, por nga dalë mësohen. Ne të vjetët jatim edhe lodhen edhe gëzimi kësaj pune. Agim Karaja është trenisti më i vjetër këtu. Të gjithë e duan dhe respektojnë. Se njeriu në vëlla e nderon puna, dashmëria. Agim ish komunist. Ju ndoshta se mani mend kur u inaugurua e Kurudha e parë. E pra, me atë lokomotivën që u nis të merrte në Tiranë e Verozhën për inaugurimin, ishte trenisti i ri Agim Karaja. E ku dinim ne atëre, po ja, partia na i hapi sytë. Na dha lokomotivën duar, na tha, veri një gjokësi në Shqipërisë. Këtë natë kujtimet nga së të qënë. Ka njari që të bëjnë edhe të qeshësh, po jetë jo. Më kujtohet, kur një ditë më doli një malsor në Kurudh e po më shikonte me hapi. I vinte rrotull lokomotivës, çudite me mua se isha trup vogël. E burr, po ti e ne gjithë këtë tren? Po i thash. Po, a vini herë ta shoh? Po hipi thash. Erdhi u fut brenda edhe nuk i besonte vetes. Ishin të rënda vitë 60, të lodhshme por heroike. Betën më i lokomotivëve natë, ditë, qonim krom në port, e të mbush porti, s'kishte ku të shkarkoj. Vaporët zvinin, edhe deti në zi. Blokada ishte egën, por ne nuk u dham. Partia në dha forcë dhe ne 2 fish punuam.
thosh natën është vështirë se sytë s'duhet i ndash mashina. Megjithatë është edhe bukur, se nuk e ndjen veten të vetmuar nga errësira. Nga ato që të hedhë sytë ka dritë. Njerëzit edhe flenë, por edhe punojnë. Janë fabrikat, stacionet, shoferët e transportit. Punojnë e të ngjanë se shumë nga ne rrinë zgjuar. S'ka më bukur se kur hynë në metalurgji. Po t'ju them se sa miu është edhe ndri im, dhe se djali im është ndihmës trenist, ju s'do ta besoni. Po ne trenistët kështu jemi lidhur, të gjithë me trenat. Ndodh që edhe krushqit t'i lidhi me njëri tjetrin. Sa miun më pare kisha ndihmës, e di pse m'pëlqeu, sepse punonte sa munte edhe ishte i ndershëm. Nga rrugët më të vështira, gjithnjë ajo po gradesit ka qenë. Është në ngjitje dhe treni duhet dish të manevrosh, të dish të ecësh që të mos rrëshqasin rrotat, të dëgjosh si rrajnë shinat, tamam si ai doktori. Më keq ishte atje te kilometri 27. Shpesh nga ka zënë bora dhe fortuna dhe shkëmbejnë të mëdhenj që bien nga mali e të dalin përpara. Kur ngelesh në mes të rrugës, rreziku është i madh, se mund të shkaktosh edhe përplasje me trenin që vjen. Koha nuk pret. Nëse nuk e rregullon për pak minuta, duhet të rëndesh edhe 5 edhe 6 kilometra në stacionin më të afërt për të lajmëruar. Kur defekti s'është edhe aq i rënd, përpiqemi vetë dhe ashtu siç dim ja dalim në krye të punës së bashku. Shpesh këto kohë gjithnjë më ka shqetësuar mendimi. Si do të ndajmë nga shokët e mi? Sonte disa nga ata udhtojnë në Laç, në Ballqë, në Tiranë. Janë njerëz të mirë, punëtor të Zot edhe racionalizator. Nuk e di si po kaloj këtë natë me trenës, më besohet që është udhëtimi i fundit. Herë mëdhimet jam i moshuar, herë krenohem e gëzohem se ballën e kam larë me tjerës. Dhe nuk mendoj kështu vetëm për veten. Më gëzon dhe gjithçka që më shes syri përtej në fushat dhe qytetet. Ne trenistët e dim si kanë qenë ato të shkreta. Dhe për ata sheshin edhe kënetën e Myzeqes dhe shkurët e Bregdetit, e mara vlla. Të mbushet shpirti me tërë këto që jam bërë këto vite. Ne trenistët jetën e kemi parë më shumë se të tjerë, sepse gjithnjë udhtojmë. Ne qojmë njerëzit në përdasma, në ushëllime, ndërsa ata që janë larg pranë të afërme, pranë nënave, baballarëve, pranë njëri tjetrit. Ne na duket se bashkojmë hapësirat e atë dheut.
Të nesërmen, të pas nesërmen, edhe ditë më pas, u ngrita si zakonisht ku shkoja në punë. U vinja rrotull rrobëve të punës edhe syti mbaj nga dritarja. Dëgjoja sirenat, e ku më rri. Mbeta vetëm se të tjerët kishin ikur. Mjaftën e, duhet të pushosh e të shlodhe gjamdi, më thënë shokët. Më nderuan të gjithë, edhe unë i kam nderuar gjithë një njerëzit. Shokët e vjetër jeta sërish Petraq Pupin, Spiro Pupin, Fetagorencën, bisedat vërtitin andej këndej dhe përsëri tek trenat shkojnë. Sa shumë të merr malli. Ajo sirena e larkët sikur të ndjek nga pas në çdo hap, si thon shaka. Një jetë të tërë. Erdhi njeri një ditë që kish dalë para me në pension edhe më kërkoj atëherë lokomotivën. Ata nga s'pak më thë, ja dhash. Tani edhe mua po më ndjek ai malli. Im nip që tani është lidhur me trenat. Edhe unë dua që ai të bëhet trenist një ditë, të drejtoj trenat edhe të rrash çdo kënd të Shqipërisë. Më gëzon në zemra kur më vinë mbrëme nga udhëtimi djali edhe ëndri më sjellin shqetësimet e përditshme. Edhe unë dashje pa dashje harroj që kam dalë në pension. Edhe më duket se edhe unë bashkë me ta ndjek linjat e kurrëdhore. Siç më shkrep një ditë, e pash që s'më rrihi. Vesha rroben e vjetër e dola që heret. I mbiru çudit kur më pa. E kuptoj se mallin kishte marrë shumë. Por edhe djem të gëzuan, më pritën me sirena. Janë djem të mirë, edhe unë di që mund të them me hera ecë për zanatin. Edhe ata dysh të thonë për punë që bëjnë, për planët që realizojnë. U kam thënë djemve, aty ku është puna dhe djersa, aty është nderi. Këtë duhet bëj se cili nga ne, thjesht dhe ndershmërisht.